5 minuta. Mirë. Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur me përgatitur një recetë tepër të çështshme për me lyp bukën që ju kënaq me speca. Krejt që kanë nevojitën prej përbërzi janë specat i kom pjekt, kuqet në furrë edhe i kom qeru, thelbit e hudhrës, 6-7 sa doni ju. Një lugë të mesme plot me fara të djegsa që i përdorim për çebopa qufte. Një lugë të gjellës me magdanoz, një lugë të çajit me biber të zi, një lugë të mesme ju edhe plot me krip, edhe një gotë të çajit jo plot me vaj ulliri. Bismillah, tash hedhim vajin në tigan. Lojna me nxeh. Vaji është nxehur, tash i marrim specat. Edhe diçka me vaj. Yes, me lasciare di capire, non è. Questo mi fa di sera di bene, di magdalene, di frutta, nova. Ora che getta. E così una piazza di Pasi që kemi kavadis mirë, tash të kështu special i morëm blenderin edhe i specat me blender. Mbeta i blujnë, me hudra, me krejt. Specat, jo gjitha, krejt me ren, që shpeshifni, qesim tash në një pjatë, o ka një knosh pra për me lyp bukën. Kështu i lona disa të ftofën, ma ndej qesim në kavanoza, i blujna dhe pjesën tjetër. I kemi qitë edhe specat edhe vajin të gjitha, pra tash i blujna dhe qëto që në kanë vetë edhe e kryjnë kësmet. I kemi qitë edhe specat që i kemi blu prot që të përbersit, duke në kështu i lojna me uftuf, mande i lojna në një kavanoz, ku i lojna në frigorifer, pra sa herë që të nakon na i morim edhe lyna bukën. Bukë të rreshkta që të knoqin. Nëse i provani pra, ju lumshin duar të ju befshin mirë se kam ju knoq pra, për me ly bukën, pa më parasysh me ngjes në drejt kur t'i hahet. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit ju them miru pofshim.